punoj në dërgjimtari. Ka sota 50 euro ditën e kam. Edhe jesin të paqta. Ku mundin me gjeta më mirë. Dërgjimtari shumë kërkojmë punëtor. Po nuk e që kanë marrë që si hobi, se po shkoj që ky, hajt po shkoj edhe unë. Për provoj. Për provoj. A mendon që kanë më u kthy krejt qëta që po Wallahi krejt veç shumica, po se në gjojnë më mirë. Përshëndetje, çfarë mendimi ki për rinin që po e lojnë vendin tonë? Nuk po vojnë mirë që pelon se ka punë mjaftë këtu. Apo ka vendet punës mjaftueshëm për rinia s'po? Ma mjaftueshëm ka dërgjimtari edhe në gastronomi shumë po kërkojnë punëtorë në përshtyturë çdo kun është që e lypin kërkojnë punëtorë. Kërkojnë punëtorë. Atëherë pse po e lojnë vendin tonë? Vallahi unë nuk po di pse. Ndoshta siguria e fëmijëve mundet me kon pyetje, atje është siguria më ndryshe, shëndetësore, krejt këto. Po nuk e që kanë marrë që si hobi, se po shkoj që ky, hajt po shkoj edhe unë. Për provoj. Për provoj. A mendon që kanë më u kthy krejt qëta që po? Wallahi krejt veç shumica, po se në gjojnë më mirë. Së në gjojnë më mirë, si me vend tonë. Më mirë se në Kosovë nuk ka. Sa i duhet me kon një rrogë mesatare me jetu një jetë normale në Kosovë? Me kon 5-600 euro që aty jetohet. Po, për sa? Me po 2 antarë, 3 familjes edhe 500 euro banesën ose shtëpinë jetohet. Jetohet. Ndrysh vështirë. Po, ajo dihet. Po. A mendon që edhe këta që po kryjnë fakultet, rinia nuk po munden me u punësu punën që duhet? Po. Punën që po e kryjnë fakultetin, për shembull. Ka plot ato që e kryjnë fakultetin, po nuk e gjonë qatë degë, qatë lami. Po, në qatë lami. A mendon që pak edhe intervenca që thujnë? Po, e gjithë konë. Po, edhe në kohën e ju konë? Edhe heret e mëtë e gjithë, me të njofë shumë në pëmësu edhe... Do me thonë, a nuk ka ndryshu kur gjohën atë kohën që shto? Që shto konë, valla njajt ashtë. Qaj fa ritmin, njajt po shkanë që atëherë se tash. A ma fështiru konë atëherë me gjithë punë atash? Ja atëherë. Ja tash gjanë punë. Unë po i vete do që punoj në dërgjimtari. Ka sota 50 euro ditën e kam. Edhe hap njëherë bukën dhonë. Do me thonë bukën prej atë? Bukën ai krye punëtori. Po. Ai menaxheri i punës, edhe 50 euro ja jep. Po, ditë. Edhe jesin të paqta. Ku mundin me gjeta më mirë. Po, tu e pas parasysh në për vendet jashtë me gjysën t'i nalë shteti. Po shumë ty, s'mesin as. Po, valla. E këtu i kem mirë. A mendon që duhet me punu pa kontratë punës? Apo me kontratë? Jalla me kontratë dhe me sigurim duhet me konë gjithçysh. Gjithçysh. Jam xezën, se ndodhin për lifa rastësh. Jam urxhu, jam myt, jam mosmu. E nëse nuk t'i siguron puna këtu, çka duhet me bo? Duhet me intervenu shteti. Inspektoriati, po? I punës ato që e në. A mendon që ka me u bo najherë në për gjitha punat kështu? Ku? Në Kosovë. Në për gjitha punat me pas sigurimin shëndetësor edhe kontratat e punës. Gjithçysh duhet me pas ata. Gjithçysh. Çfarë këshilla i kishe jap rinis? Mos dalin e me shkue, ku nuk din më shkue edhe s'kan ku muzatet. Pa të konë sigurt nuk ban me marrë rrugën atje. Qashtë, na të falenderojmë shumë në ndërun që ndodhe ku me neve. Kja di shka nuk e kanë ata, na i kje na ata nuk e kanë. Se unë në Prishtinë, unë e 14 vjetë, ta shëmë thy edhe, kjo unë e të thamë shto. Atje që... Qa vite kina i të Prishtinë? 14. 14 vjetë, e ta shiorë? Që këto tani, një danë vjetë. Edhe tani këto, Suareka për Suarek. Apo ademi ka o shpesh. Suareka kanë thonë, ka seja, është shteti, është nëse shteti, këtu shteti, po. Edhe i ka djemë të mi. I ka, i ka kej shka ka, i ka Suareka, ata nuk i kanë. Sa i përket rinis? Qëfar mendimi? Po edhe rinia në shnu është këna pas gjithë mund. Gjithë mund vëllaj këna pas. Nëse e krahason me kohën e juve, po. Edhe sot, çfarë mendimi ki? A ka ndryshu pak rinia? Po, ka ndryshu, po që kanë ndryshu për të mirë, jo për të keq. A mendon që në kohën e juj nuk keni pas liri kaq të madhe sa po kanë sot? A mos janë tu e ke shpërdor? Vallai, tash atë mirë. Çfarë këshillë kishe jap për rinin sot? Për rinin sot, vallai unë për mua që është di, rinia në 9% më mirë tash. Më. Na të falenderojmë shumë që edhe me inxhinier, ku me këta, me akademit, ku me, se po me këta edhe këja ku me mu.
Edhe këna shtyp lepa. E për këta që po dalin jashtë, për rinin që po e Atë janë katastrofë. Katastrofë. A menon që po i kanë rrugat e vogla, edhe po duhet me dal jashtë? Shumë plotra. Shumë plotra. Sa duhet me po një rrugë në Kosovë, me jetu një jetë normale? Qysh me dhe, po bërë pa shka kam leqën. Me 500 euro në Kosovë, jetë të kësër. Edhe atje që jesin më tepër. 500? Edhe atje që jesin më në shtetë të keshme. Se janë sigurimi, taksat, e këto që duhet me i nalë shteti. Kaj shteti, kaj në konë. Që aja unë shket që unë e 4 djemë. 4 djemë? 4 djemë. Edhe nona në pjera sabita, unë nuk e kom në zotin me nalë. A e kina i njonin? Krejt 4 atje. I ki jashta? Po, ata jashtë të ratit ata. A menojnë me të marrë edhe ty? Po, i në kona qëto, paskun pa pak, pa vinë pjena. A menojnë me dalë krejt, a ne mos me ukëfima? Ja, kërës. Kur kum shku për këto, ku bon tash, ade? Po? Për hetë parë kum shku të djemë, kum shku t'ja kum nisti, kum bon horë, ata, që a thetë më më kërë, minë një më kërë hashtë, ndë më natës, për atje, ku janë bëndë dërtë mundë. Më bashkën e ta mjetë, sa ati ku je, nuk je më bërë atje, po që, më më qukë për me, mas 2 ditë më kanë punë. Kanë pru. Kur e krahason me Kosovë? Se do këtë punën, që tonë, në vishë që tonë se Kur e krahason Gjermanin me Kosovë, që i pas ke fëmijë në Gjermani, çfarë mendimi ki? A ma e mirë është Gjermania a Kosova? Po e që ata, Gjermani, ja ty në tjerë në ka dekë ma shumë, pa, edhe se një e ka në ato, edhe në atë luft, se i kja do të thotë që kja Gjermania është ma nafe me neve se me ata tjerë. Na të falenderojmë shumë që ndove po me Faleminderit. Ka ndryshu respekti, a është njëtë si që ka qenë kuën tonë? Valla ta që me të marë, se zishtë, për para ka qenë respekti ma i madhë për rinë. Sot rinia pak ma shumë, është, se me hanë zikës më shpresi, ma lasdrume. Me lasdrume. A menon që liria te për te ka bu këto? Pi jepin lirit madhe, rinisët edhe... Është edhe që edhe lirit tepër ju ka unë, edhe nga prindë edhe ka arsimi nga mësusët e nga tonë, të përpara ka pas shumë respekt. Mësusi, prindi, ndajt një tashtë, mësusi, s'kuza me folë të fëmisë. Se prindi për më të lashë edhe fëmijat. Ka pas rast që edhe kanë denuncu sot në kohën e sotit. Ka pas respekt madhë. Në kohën e juj, edhe kur u hi dikush ma i vjetër, ju keni livrit prej vetë. Po, dhe kemi shku venin. Ja, keni lëshu. E sot? Sot, qërë edhe sot, në peset të me autobus, ka si rati që lëshuan, po ka që se shku në Shumica që nuk e lëshuan. Që është ndihesh ti kur e shet që është një majri se ti? Po dhe nuk më vjetë mirë. O në kush vjetë dikush që i ma për njët, që është me zë pajtë për vetë se lëmë. Qarë këshillë i kështë jepë rinisët? Qa ju kështë thonë rinisët? Rinia tash pasi se përpara na kemi lezuar shumë, kemi tash ma shumë veç po lujnë në kompjuter, në telefon, aja është katastrofë për rinia do të më marrë me mësime, me studiime, me kanë tona kurset e mira. Me anashkalu pak telefonin, kompjuterin? Telefonin me lanë kretë, me kompjuterin, që telefonin, kompjuterin me përdojnë për mirë. Ka shumë gjanat mira nëse din me i shfrytëzu. Por nëse nuk din, ka ato gjanat. Nëse nuk din, ato katastrofë shkallë. Katastrofë. E çfarë mendimi ki për këtu vajzat e reja që po martohen edhe po i qojnë fëmijët në për kopshte? Nuk po kujdesen për ta, po i qojnë në për qerë dhe ma... Qërë tash, ato cilat jenë punësume, nëse sa për shakësyrë duhet me qojnë kopshte. Ato që jenë shpe, ma mërë me s'ka dhe vëqën kopshtet, ma mire këshilla vetë sa që ka shkëtështë. A ma mire është prindi, se në kohën e juj s'ka pas kopshte për fëmijë heq? Jo, valla, edhe jonë ku kujdes prindi në kretë mënyra, nona? Prindi në këshillu, për nona, baba, në këshillu bata më edhe shumë matë respektuemi. Ma të respektuemi. Na të falenderojmë shumë që ndove ku